Vajza 19 vjeçare që u hodh nga kati i 8 një pallati në Fier ishte e vetme në banesë dhe në gjendje të rëndë psikologjike. Burime policore thonë se nga marrja në pyetje bashkëjetuesit të 19 vjeçares Safete Bega, ky i fundit ka treguar se vajza kishte qenë shqetësuar dhe se në momentin e vetvrasjes së saj ai nuk ishte qenë në banesë. 19 vjeçaria Safete Bega nga Perondia e Berati duket se është hedhur nga kati i 8 i pallatit ku bashkëjetonte prej 2 vjetësh e gjysmë me qira me një 33 vjeçar në gjendje të rënduar psikologjike, ndërsa motivet e sakta do të zbardhen nga hetimet e mëtejshme të policisë. Paraprakisht nga rrëfimi 33 vjeçarit Artur Çala nga Topoja e Fierit, që bashkëjetonte me Safeten, e dashura e tij ndodhe në një gjendje të vështirë psikologjike, por ai nuk ka dhënë detaje se çfarë e mundonte atë. Burime policore kanë ruajtur konfidencialitetin e rrëfimit për të verifikuar pistat e ngritura. Burime nga policia thonë se çifti ka qenë problematik dhe me precedent penal për vjedhje, kryesisht të bijuterive në dyqane të ndryshme. Banorët e pallatit ku ndodhi ngjarja pohojnë se pothuajse nuk e njihnin fare çiftin që jetonte në katin e 8. Hetimet e mëtejshme të policisë do të verifikojnë versionin e 33 vjeçarit Çala, duke hedhur dritë po ashtu dhe mbi motivin e vërtet që e shtyu vajzën e re të ndërmarrë një akt të tillë tragjik.